pjesë e terapisë ose e punës multidisiplinare me këta pacientë është edhe ajo që quhet terapia e lojës dhe e artit. Të tëra janë mbështetur me donacione. Kemi bërë një ambient që qoftë pacientët tanë gjatë orëve të pritjes kur vinë në repartin ditor, sa të vinë për gjithë analizave, punojnë këtu, vizatojnë këtu fëmijët. Po. Me një vegël muzikore vullnetar që na ndihmojnë për të dhënë Media Printi solli libra, individ të ndryshëm kanë sjell libra të vjetër për të krijuar një bibliotekë, edhe pse ka konsum sepse nuk mund t'i thuash atij që dashurohet me një libër, mos e merr me vete. E merr në shtëpi, apas dashurohet me atë libër dhe vazhdon e. Atëherë unë do sjell libra, do ta mbush dhe janë dhuratë të gjitha, por do t'i bëja thirrje çdo njeriu që e di çfarë janë fëmijët për ne, dhe sa nevojë kemi të mbështesim fëmijët tanë, kur janë mirë dhe kur janë smur, për t'i shëruar. Aq më tepër kur janë smur. Kështu që ky është një vend që duhet mbushur plot me vëmendje, me dashuri, me kujdes, kush mundet pak një libër, kush mundet më shumë të tjera, se ky është vendi që ka nevojë më shumë për ne. Dhe suporti nuk ju afrohet vetëm fëmijëve, por dhe motrave dhe vëllezërve. Ne në mentalitetin tonë kemi që kur shoqërojmë, vuajnë gjithë familja me patologjitë tona, vuajnë komshiët, vuajnë shokët edhe shoqet e klasës. Dhe ndërkohë vinë, i shoqërojnë kur vinë ato datat e kontrollit periodik që bëjnë. Ndërkohë që fëmia merr mjekimin apo manipulohet, motra dhe vllai ne mundohemi ti argëtojmë këtu mos t'ju lëm atë ankthin dhe dramën e të qenit në spital. Pra të bëjmë një ambient sa më miqësor, sa më afër normale, sa më afër shtëpisë. Në këtë këndin këtu, që natyrisht edhe do e përshtasim akoma më shumë, sepse jemi akoma dhe presim edhe kontributin e qytetarëve, se nuk mundet çdo gjë ta bëjmë vetë, kemi kartolina dhe dhurata solidariteti që na i çojnë në spitale apo shërbime si motra me ne kudo në Evropë, dhe kjo është nga Princesh Maxima Center në Utrecht në Holland, që është një nga institutet lider në Europë për trajtimin e kancerit pediatrik, institut kërkimor, ndërkohë përveç dhe spitalit, që për një viti i gjysëm na ka ofruar jo vetëm suportin mjekësor personelit mjek dhe infermier me trajnime të ndryshme, por dhe konsultave mujore nëpërmjet Zoom meeting të rasteve komplekse. Konsultat e imazherisë, konsultat të pamjeve të anatomisë patologjike, konsultat të zgjedhjes së skemave të duhura të mjekimit, edhe ndjekjen e tyre. U bë një vit e gjysëm që ne së bashku edhe me shërbimin e onkohematologjisë pediatrike në Kosovë i bëjmë këto Zoom meeting, sepse duam, ose kemi filluar më mirë të themi që nga janari i këtij viti, të trajtojmë dhe tumoret e kokës që për një periudhë diku 10-15 vjeçare nuk i trajtonim, ne i trajtonte neurokirurgjia. Por duke qenë që është një patologji pediatrike dhe shërbimi më i mirë afrohet në pediatri, u vendos dhe në mendimin edhe të kolegëve që të trajtohen këtu kene. Kështu që stafet janë multidisiplinare së bashku me neurokirurgjin, me anatomin patologjike, me imazherin, pra nuk ndihmojnë vetëm onkohematologjin këto stafe, por gjithë stafin e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Ky është krahu tjetër që ne e përfituam këtë vit të themi, ka qenë ish kirurgjia infantile, tashmë është pavioni pjesa jonë, po ku ndiqen patologjitë më pak komplekse dhe më pak dramatike, më pak të rënda. Anemi, gjëndrat pa shkak të fëmijëve, trombocitopenit, anomalitë e koagulimit, hemoglobinopatit në rastet komplekse kur kanë komplikacione, brokopneumonira, kriza etj. Pra patologjitë më pak të themi të rënda. Ndërkohë kemi krahun tjetër, sepse jemi goxha shtrirë në këtë vit dhe me thënë të drejtën struktura është goxha si shtrirje. Pra ti e krahason me gjithë vitet e punës tënde. Absolutisht, që ka vend për përmirësim, për rregullim patjetër që ka. E mira s'ka fund. Por jemi munduar që të bëjmë diçka funksionale që të mos na shtoj më shumë stresin edhe vështirësitë në punë. Ky është një korridor që ndërlidh atë që quhet day hospital ose repartin ditor. Kemi dhomën e psikologes, të punojëse sociale. Këtu kemi arshivën ose kartotekën, është një ambient sepse ne akoma nuk i kemi të hedhur elektronikisht. I hedhim me dorë.
Dhe akoma me dorë janë. Akoma me dorë. Këtu janë arshivat dhe historiku i themelimit që në 96-ën kur erdhën dhe tumoret solid. Sepse vërtet spitali pediatrik është themeluar në 48-ën. Qendra spitalore filloi në 92-shin, ama tumoret solid deri në 97-ën trajtoheshin në onkologjinë e të rriturve. Dhe në atë periudhë doktoresha Godo, profesoresha Godo, që është edhe një nga i shefet e shërbimit, mbas një specializimi që bëri në Belgjik, vendosi me gjithë kolegët e onkologjisë adultve për një shërbim më të mirë për fëmijët, edhe tumoret solid, pra tumoret e forta, të trajtoheshin këtu bashkë me leukozat dhe limfomat. Ky është reparti ditor ose day hospital, është një repart i vogël me shtrate manipulimi, ku përveç se vinë fëmijët jashtë fazës akute, që marrin mjekimin një ditor edhe pastaj hikin në shtëpi brenda ditës, janë dhe rastet që o nuk ju është vënë dot diagnoza që në fillim, sepse janë shumë komplekse dhe nxjerrin kokën më vonë, por bëjnë edhe atë që quhet follow-up-i, pra mbas stop kimioterapisë, për një periudhë 5 vjeçare nga mbarimi i kimioterapisë, për shkak se kjo është periudha që mund të rikthehen sëmundjet, ose mund kemi ato që quhen efektet më të hershme të mjekimit, të terapisë, vazhdojnë ndjekin këtu për t'u dalë përpara të gjitha të këqijeve. Liria është një nga infermierët më të vjetra të shërbimit, ka mbi gati 30 vjet në punë, ka ardhur gocere. Ka ardhur gocere. Që edhe djalin e ka bërë infermier. Kush e di sa të vështire ke. Shumë të vështire kanë, po i kemi vërtet goca shumë të mira, ne jemi krenare dhe krenohemi me to, sepse punojnë pa u lodhur, duke haruar dhe fëmijët e tyre shpesh, sepse i kemi rritur bashkë fëmijët. I kishim me temperaturë, i kishin 39-40 dhe ne nuk e dinim fare, sepse vazhdonin i shërbin fëmijë e këtu, dhe vetëm kur e merrin vesh që Liria e kishte çunin smur dhe ishte në punë. Çuni tani është bërë infermier. Jo, unë e përqafova sa e parë se këtë mendova, unë vi këtu dhe mbushem. Më thënë, këtu bilet me optimizëm. Si ja ke bërë që ja ke dalë, që ka rritë fëmijën, që ka mbajt vetëm. Kemi disa zonja vërtet që ne bashkë punojmë si një familje, si një ekip, i ndajmë bashkë hapë, i ndajmë bashkë gëzimet. Ta ka ditë njeri? Po, ja, e din. Janë shumë krenarë kur na vinë pacientët, më shumë dhe natyrisht ata transformohen, se kanë qenë foshnje dhe ne mund të mbajmë mend fiksojmë nënat, fytyrat e nënave, se fëmijët nuk i njohim. Po kur na vinë sa Dera, sa Mali dhe Lavdia është një kryeinfermiera nga më të vjetrat, edhe bashkë me Lirin. Pak a shumë do ta tregoj atje ke fota ke dhoma jonë, ka qenë gocë e vogël me flokët e shkurtë për një vit në pension dhe vazhdon një kontributi këtu. Duke të re, por nuk është aqërë. Jo, mund të vazhdoj dhe pas pensionet, apo jo, apo duhet... Fus mik ty. Moj, unë futem mik për çdo njeri që e do punën, sepse unë mendoj që ne nuk jemi shumë. Vërtet janë goca heroina, që s'kanë vënë re dhe pse mbaron te turni, që t'iknin me vrap në shtëpi, jo pa mbaruar punën, pa e shifin që një fëmijë njepte shpirt ose qëndronin me prindër deri në fund pa e ditur që do ndroheshin turnet. Nuk ndronim turne, pristim derisa jemi ne, thash, buzëqeshja jonë mos të pengoj ndonjëherë. Bërë atë... Ne, e thonë dhe pacientët, nuk është... Ishte dhe pacientët. Kemi tjetër këto? Po, kemi. Studentët e mjekësisë që bëjnë kursin ciklet e hematologjisë dhe onkologjisë, që atë çka shohin në praktik, se mësimi zhvillohet në pranë shtratit të pacientit, por dhe në auditor. Auditorët janë ke fakulteti, por dhe një klasë këtu ku ne diskutojmë rastet komplekse të fëmijëve. Pra bëjmë lëndën e hematologjisë. Në këtë krah në një moment se doktoresh Dona nuk i tregon kush i ka bërë të gjitha këto, se vën dyshim që është rekonstruktuar, po mendimi edhe drejtimi. Vetëm se ajo nuk ma thot. Një javë kemi qenë bashkë në pediatri, nuk kemi ikë në shtëpi për t'i rregullu këto. Për t'i rregullu këto. Do me thënë, doktoresha i ka dhënë detyrën, idenë si këtij vendi. Se nuk e pyes dot se ajo thot gjë. Ajo filloi të fliste për Ky është ideja e kësaj. Kjo është ideja e saj. Ky është muzeumi. Muzeu i doktoresh Donës. Bukur. Kështu quhet ky muzeu? Muzeu i dajt, të shojmë muzeu. E kam marrë vesh të gjithë. Më trego atëre se nuk ka të tregon drejtoresha. Po pra. Drejtoresha i thashon. Drejtoresha se ajo... Drejtoresh nuk e kishim. Jo, nuk e ndi të kem qenë një drejtori, më doshin doktoresh. Ne qëtaj që ke zyra kësaj, se s'murrit e pak të. Këto i ka bërë të Kështu që ju mërzitët kuniku? Po pa tjetër. Këto i ka bërë vetë me shpenzimet e veta, çdo gjë ka bërë me shpenzimet e veta, ka kontribu vetë.
Unë besoj fort që fytyra e atij që drejton duket kudo. Në fakt doja të vija figurat e nënës, sepse vërtet kemi nëna heroina që nëna e ka për detyrë të shërbej fëmijës vet, po vërtet këtu i kemi nëna që nganjëherë na japin forcën neve dhe ne. Prej një mishi i gjaku jemi thyemi dhe në ndonjëherë, na zën emocionet, janë këto nëna që nganjëherë na japin forcë. Po trego pak të tjerë që ke bërë. Ndërkohë, kjo është historia jo vetëm e pavionit ton, është historia e gjithë shërbimit pediatrik, që nga 1938 kur filloi Spitali Civil i Tiranës dhe filloi me një mjek austriak dhe 2 mjek shqiptar, njëra femër e specializuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, treshja e parë, i kam vënë siç i shef një blur, sepse atëherë s'kishte as social media dhe familjarët nuk i gjejmë dot, mund të kenë hikur dhe i kemi vënë, por ju kemi vënë emra dhe i kemi vënë ama sa mirë ke bërë. Simbolin e bluzës. Edhe mjekët e mi edhe mjekët e vajzës time, mund të janë të gjithë. Profesor Selaudin Bekteshi që quhet babai mbajtës babai i pediatrisë moderne. Dy rrjeshtat e parë janë mjek që u edukuan dhe studiuan në vendet e ish republikave socialiste, të kampit komunist që quhej, dhe pastaj gjithë brezat më poshtë janë mjek të shkolluar dhe të specializuar natyrisht dhe jashtë, por të dal nga Universiteti i Tiranës. Pyeta një ditë doktor Orion Klozheni, mbasi Linda, i thash doktor, të gjithë mjekët përgjigjen në kohë. Pediatrit gjithmonë vonojnë përgjigje. Jo, tha, po jeti që s'duron dot. Se për prindin nuk e duron. Jo, se ata vonojnë përgjigje. Tu kemi, vërtet është një histori e tërë. Me pediatrëve shqiptarë. Është një histori e tërë, edhe ka goxha historisë, është anesteziste e parë femër, e fëmijëve, pediatra, kirurgja e parë femër e fëmijëve, pra e specializuar për pediatrin. Kemi doktor Genful Xhebeun, profesor Durim Bebeçin, një elitë dhe një plejade madhe mjekësh, doktoresha Godo, doktoresha Sashenka, doktor Polikroni, shoqëri Osa, pra të gjithë këta kanë dhënë kontribut që jemi këta që jemi sot. Dhe ishte duke që brezi ri, sepse dhe në arshiv të shtetit me zi gjenim të dhëna, janë që kanë ndikuar në edukimin. Atëherë, kjo është arsye që ne jemi këtu. Dhe po e marrim me vete dhe po ulemi në zyrë tani. Duke parë edhe pak të pjesën këtu. Ky është historia e ngushtë e shërbimit tonë. Për fatin e mirë, ne kemi pasur atë që quaj babai i pediatrisë moderne dhe shefin e parë të shërbimit të hematologjisë, me 2 shefet e tjera Gusho dhe Shaba, dhe në 97-ën erdhën dhe tumoret. Pra deri këtu ishim vetëm hematologji, pastaj u bë hemato dhe onkologji. Ndërkohë, kolegu nuk e kemi më mes nesh, doktor Qëndru nga më të vjetër, doktoresha Eleni, një nga themeluset i qendrës së hemoglobinopative dhe të hemotransfuzioneve, pra pioneret e para hematologe, dhe pastaj kolegët e tjerë me radhë, dhe po ta shihni këtu i shikoni të gjitha historinë që nga 56-ta hematologjia si shërbim, pastaj 94 hemotransfuzionet, hemoglobinopatit, pastaj në 2014 hemofilit dhe koagulimi, dhe tradita vazhdon me mjek të rinj që kanë ardhur tashmë. Pastaj këtu kemi vënë eksperiencën ose të bashkëpunimin me organizata dhe shoqata si Motra, që me St. Jude Global Alliance në Memphis, një nga institutet më të famshme të kërkimit në luftë kundër kancerit, SIOPI që është shoqata internacionale e onkohematologjisë pediatrike, ku ne bëjmë pjesë me emërtimin ALFOG, grupi shqiptar i onkohematologjisë pediatrike. Pastaj në 2024 nëntor u bën Focus Country i Global Initiative Cancer Control i WHO, si organizatës botërore të shëndetësisë, dhe prej 2025-ës jemi dhe antar me të drejtat plot shoqatës evropiane të onkohematologjisë pediatrike. Në këtë, përveç se personelit, gjithë aktiviteti që bëhet këtu, që nga edukativi me studentët, me specializantët, me ditlindjet e stafit edhe të personelit, ditlindjet e fëmijëve, fushatat e sensibilizimit, maratonat me pacientë dhe me familjarët pacientëve, plot viti i ri, festimi viti të ri, dalje në pension. Kjo është pema e të mbjetuarve. Pra çdo emër këtu është një që ne tashmë luftëtar, që ka luftuar dhe ne tash e kemi të rritur, e kemi inxhinier, e kemi ekonomist, e kemi mjek, e kemi baba, e kemi nën. Oh, sa bukur. Ndër vite. Ka shumë e më shumë se kaq. Kjo është një pjesë, nuk i mbante dot pema, por që të paktën këtu merr optimizëm që
Ne ja dalim. Këtu vjen që t'ja dalësh, që ta kesh emrin ke Pema. Dhe sa shumë emra. Ka shumë, janë akoma më shumë dhe do i shtoj. Kjo është këmbana e fitores. Jo vetëm e fitores e përfundimit total të terapisë, por edhe të një betejë të vogël, për të dhënë optimizëm, për të dhënë shpresë që vazhdojmë. Një sfidë, një komplikacion që ja del me sukses, ne i mbushim dhe i vjen me shumë gëzim këmbanës.